Më 19 prill, kryediplomatja e Kosovës Danika Gërvalla e publikoi në Facebook pasaportën e shkëlqim të vollit të lëshuar nga Mali i Zi. Më në fund diçka serioze. Oligarku po denoncohej si dikush që kishte dokument ku mohoi Republika e Kosovës, e prandaj mohoi edhe gjaku i derdhur për liri. Atë postim e shpërndau edhe kryeministri Albin Kurti. Ndërkohë, sekretari organizativ i VV-s, Alim Rama, u bëri thirrje të gjithë mbështetësve të VV-s që të bojkotonin produktet e Devollit. Mos na keq kuptoni. Ne besojmë fuqishëm se shkëlqim Devolli është oligark. Por, duhet ta lodhim nga pak trurin e të pyesim në raste si ky. Ku është problemi? Kjo është njësoj si kur hajdutit që ti ka vjedh krejt kursimet e tua, ti thuash, ti se don as shumë Kosovën. Rimendojeni se çka ndodhi. Po sulmoi shkëlqim Devolli se kishte një dokument të nxjerrë në kohën kur Mali i Zi nuk e njehte Kosovën si shtet. Ju publikua pasaporta në Facebook, po e shkelte gjakun e derdhur për liri, sipas Danika Gërvallës, sepse kishte dokument nga një shtet që se njehte Kosovën si shtet kur Kosova s'ishte shtet. Më e shumta që mund të nxirret prej këtij sulmi nga ana pushtetit është kjo. Devollët se duan me fanatizëm Kosovën, s'janë në gjendje të vdesin për Kosovën. Kjo logjikë e Kurtit dhe Gërvallës i bën shkeljes të gjakut të dëshmorëve krejt ata qytetarë me dokumente të Gjermanisë, që deri para pak kohësh si njëjtë qytetet e Kosovës si të Kosovës. I bën shkeljes të ligjit edhe krejt shqiptarët e Kosovës me nënshtetësi të vendeve që se kanë njohur Kosovën. Ta zëm, bukpjeksi kosovar që jeton e punon në Spanjë dhe ka pasaportë spanjolle, ka faj që ky shtet se njeh Kosovën, jo udhëheqësit e shtetit. Pse s'po i përmendet hajdutit faktit që ti ka vjedh kursimet, po i përmendet diçka kaq banale. Qytetari i Kosovës vazhdon të jetë po aq i pa shpresë sa më 13 shkurt 2021. Vazhdon të jetë po aq i pa perspektivë. Puna e tij vazhdon të jetë po aq shfrytëzuese. Rritja e çmimeve ndërkohë vetë sapo ja rëndon edhe mazi gjendjen. Qeveria e Kurtit nxiti shpresë të madhe thjesht me rreshtimin e saj kundër oligarkisë. Albin Kurti çka tha kundër Devollëve? Rrotat biçikletave si Ibrahim Devolli, e jo si djemtë e tij. Por rreshtimi i saj kundër oligarkisë ishte dhe mbeti thjesht deklarativ. Nga thëna në të bërë, del se për një mend është një mal i tërë. Përplasja me Devollët prej kur e morën pushtetin ishte banale. Si të Serbis, rrotat biçikletave Djemtë e tij. Në emër të tjetër kuj. U sulmua në vazhdimsi mungesa e patriotizmit të fuqishëm prej tyre. Nuk u sulmua kapja e sektorëve të ndryshëm të ekonomisë. Nuk u sulmua dëmet që po i shkaktonin qytetarit të vendit. U sulmuan se kishin dokumente ku Kosova snihen si shtet. Derisa Devolli thoshte se po i mbante me bukë 15.000 familje, Kurti s'lodhej të elaborante se si 285.000 familjeve tjera kosovare po ja rëndonte jetën kjo kompani. Po i akuzonte thjesht që s'ishin patriot të mëdhej, siç ndodhi tash, dhe siç ndodhin më herët në rastin e dokumenteve të Klan Kosovës. A haruan për një herësh nga pushteti i Kurtit se çfarë dëmësh shkakton një oligark? Sa mërmendja. A mbani mend se si u mashtrua Kurti nga 2 rusët në muajin shkurt? Edhe në ato momente, në një bisedë që besonte se po e bënte me kryeministrin e Ledonisë, ai mendjen e kishte te Devollët. Pra, kjo na tregon se shqetësimi i tij për të luftuar oligarkin është i vërtetë. Ose të paktën, shqetësimi me Devollët është i vërtetë. Pyetja që logjikisht vjen është: pse atëherë s'po i lufton oligarkët si oligark? Janë 2 mundësi. E para, Kurti po i shantazhon që të nisin shërbimin ndaj regjimit të tij. Ose Kurti po i sulmon indirekt pushtetarët të Devollëve në gjyqësor, media, ushtri e biznes. Cila do qoftë e vërteta, kjo është taktike një mendje të lodhë, që do ta shpije drejt humbjes dhe do t'i lërë qytetarët e Kosovës të pambrojtur. Për më shumë video si kjo, ju lutem të bëni follow and subscribe Tjetër Magazin.